A mund të jenë njollat kafe ose të errta një tregues i diabetit? Nuk ka lidhje me diabetin, nuk ka lidhje me shtimin e sheqernave njollat kafe. Njollat kafe kanë lidhje shumë me disa ndryshime hormonale të tjera që ndodhin në organizëm, ose me disa produkte të tjera të cilat në kontakt me diellin mund të japin njolla kafe. Kryesisht në zonën e fytyrës, por njollat kafe mund të formojnë edhe në pjesën e krave, në pjesën e qafës, në zona të ndryshme ku ne mund të kemi për shembull zona të inflamuara ose element të kuq në lëkurë për arsye të kalimit të një patologjie tjetër të lëkurës, mund të ndodhë që në kontakt me diellin mund të kthehen në të kafta. Por mund të ndodhë edhe kur përdorim kremra të gabuar ose kur marrim disa medikamente të ndryshme, të cilat rrisin fotoaktivitetin e diellit në lëkurën tonë dhe mund të japin njollat kafe.